20 vitesh, Luan Ibrahimi nga Berati, pjesëtar i komunitetit rom, ushtron një zanat të rrallë dhe të trashëguar brez pas brezi, korrjen dhe thurjen artizanale të çadrave prej Kashte dhe Kallami për sezonin turistik. 45 vjeçari e filloi këtë punë që në moshën 20 vjeçare, duke ndjekur traditën familjare. Gjatë pranverës ai mbledh kallam të egër dhe të allë përgjatë brëqjeve të lumenjve osum dhe devoll, materiale të cilat i përpunon dhe më pas me mjeshtëri për të krijuar çadra plazhe dhe objekte të tjera dekorative. Pjesa më e madhe e çadrave artizanale prej Kashte, të vendosura në zonat bregdetare, janë prodhuar nga duart e familjes Ibrahimi dhe të afërmëve të tij. Sot, Luan Ibrahimi ka të punësuar rreth 10 deri në 15 persona, kryesisht të afërm, të cilët gjatë gjithë sezonit veror merren me punën artizanale të përpunimit dhe montimit të çadrave. Ruajtja e kësaj tradite është kthyer në një burim të qëndrueshëm të ardhurash për familjen Ibrahimi dhe për disa familje të tjera të komunitetit rom. Përveç çadrave për pushuesit, familja merret edhe me zbukurimin e njësive të shërbimit pranë Bregdetit, duke i dekoruar ato me kallam metall të mbledhur nga lumenjt. Gazetari Ndreqim Gjoshi dhe kamera e televizionit Apollon zhvilluan një intervistë me djalin e familjes Ibrahimi, i cili foli për sakrificat dhe për kushtimin që kërkon kjo punë artizanale. Ai theksoi rëndësinë e këtyre objekteve natyrore dhe dekorative për promovimin e turizmit bregdetar, ku natyralja sjell autenticitet dhe bukuri. Ne këta e presim në lumë, ne këta e shqemi me këtë punë, pa në bukën. Unë kam 20 vjetë që po punoj me këtë punë, ja jemi 3-4 vetani që po punojmë në Berati. Edhe me këtë punë jemi marrë, s'ka ku të vesh tjetër vend. Në lumen po korim, po i mbledh me vend, ca i shesin, ca i punojmë vetë, s'ka të bëjmë. Tjetër. Ka dhe mundime kjo, edhe mundime ka. Do lek, tash, po s'pate lek, s'punon dot, dhe s'ke takat. Ju e keni punë të trashëguar nga prindrit të, apo keni Ne fillim fare i punon të plaku. Mas plaku të bërisim ne. Pasaj filluam këshu radhë, mas shokët. Çfarë bëhet me këto kashtore? Bëhet për lokale, për çadra, për tenda, do i bëhet. Për çfarë duash ti bëhet. A keni interes? Po tash interes nuk kemi shumë, po për të ushqyer, ta mbukën. Sa ku të vesh? Kemi edhe ca njerëz andena Durrësi që punojnë. Ke tu në Fier prap. Çfarë do bëjmë? Jemi 3-4 veta nga Berati, po korim kështu. Po shumë. A është të kërkuar kjo si model që ju bën? Tash i varet nga njerëzit, kush e kërkojnë. E do me kalleme, do me bark, shu. Varet.